Ju del gjumi natën, ja dy gjëra që nuk duhet I bëni asnjëherë. Nuk ka asgjë më të keqe se sa të zgjohesh në një natë të lodhur dhe të jesh gjithashtu I trullosur dhe ditën tjetër të shkosh përsëri në shtrat, të rrotullohesh sa nga njëra anë në tjetrën në përpjekje për të fjetur gjumin e mirë. Disa marrin telefonin dhe fillojnë të kontrollojnë orën, ndërsa të tjerët çohen nga shtrati për të marrë një gotë me ujë. Një specialist I gjumit ka zbuluar dy gjërat që duhet patjetër t'i shmangni nëse doni t'ju zëri gjumi më mirë dhe më shpejt gjatë natës. Dr. Mikael Breues, specialist I gjumit dhe autori I librit The Power of When, rekomandon: mos shkoni në tualet vetëm nëse e keni shumë të nevojshme. Sipas Breuers, rrahjet e zemrës rrisin menjëherë edhe largojnë gjumin sapo çoheni nga shtrati. Mos e shikoni orën. Kur zgjoheni në mes të natës dhe nuk ju ze gjumi, instinkti I të parit të orës është një gjë e gabuar, pasi kjo do ju bëjë të fusni veten në mendime dhe të krijojë gjithashtu probleme me gjumin.